Sekreti si të mos harxhoni shumë energji elektrike kur lani rrobat me lavatriçe. Rregulli i parë është i lani rrobat me ngjyrë dhe të zeza në 40 gradë dhe rrobat e bardha dhe shumë të ndotura në 60 ose 90 gradë. Megjithatë, ky rregull nuk zbatohet mirë. Nuk është e pazakontë të lani rrobat në 60 gradë, por kjo është thjesht një humbje energjisë elektrike dhe parave. Energjia harxhohet pa nevojë, sepse edhe njollat e forta mund të lahen në 40 gradë nëse përdorni lavatriçe moderne dhe detergjent të lëngshëm. Papastërtitë do të zhduken në 40 gradë, kështu që pse t'i lani rrobat në 60 gradë? Në këtë mënyrë mund të konsumohet më shpejt ngjyra dhe do të zhduket, gjë që nuk e duam fare. Për të siguruar gjithashtu një kursim më të mirë të energjisë, përgatitni gjithashtu edhe detergjent sa më të efektshëm për të evituar kështu njollat e rrobave. Vëmendje: informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zvendësojnë në këshilla